السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Do të flasim në këtë mësim inshallah taala për 10 netët e fundit të Ramazanit. Sonte është nata e parë e 10 netëve të fundit të muajit bekuar të Ramazanit. I dërguari i Allahut dhe shokët e tij përpiqeshin fort të bënin ibadet në 10 netët e fundit të muajit bekuar të Ramazanit. Ndaj besimtari pëlqehet për sunet që të përpiqet të bëj ibadet në këto 10 net bekuar. Ka transmetuar Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka pas hyrë në i'tikaf në 10 ditët e para të Ramazanit duke kërkuar natën e Kadrit. Ai tregon: i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ashr al-awwal min Ramadan fa'takafna ma'a. I dërguari i Allahut hyri në i'tikaf në 10 ditët e para të Ramazanit dhe hym bashkë me të dhe ne, kuptohet duke kërkuar natën e Kadrit. Qala fa'atahu Jibril faqala inna alladhi tatlubu amamak. Por i erdhi meleku Jibril dhe i tha: ajo që ti po kërkon është para teje. Pra nata e Kadrit, të cilën ti po e kërkon duke bërë ibadet, është në më përpara. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam hyri në i'tikaf bashkë me shokët e tij në 10 netët e mesit muajit Ramazanit, gjithashtu duke kërkuar natën e Kadrit. Qala fa'atahu Jibril sabihata 20 min Ramadan faqala inna alladhi tatlubu amamak. Por përsëri në mëngjesin e ditës 20 të muajit Ramazanit i erdhi meleku Jibril dhe i tha: ajo që ti po kërkon është më përpara. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Faqala men kana i'takafa ma'i falyarji'. Thot kështu në mëngjesin e ditës 20 Ramazan, profeti sallallahu alaihi wasallam u çua ta mbante një fjalë në minber, edhe tha: kush ka pasjan në i'tikaf me mua, kuptohet duke kërkuar natën e Kadrit, le të kthehet. Le të kthehet që të hyj përsëri në i'tikaf. Wa inni ra'aytu laylatal qadri fa unsituha. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: unë e kam mësuar se cila është nata e Kadrit, por e kam harruar ata. Profeti tregonte drejt se si ishte çështja. Allahu ja kishte treguar natën e Kadrit, por e kishte harruar. Dhe tashmë profeti nuk e dinte prerë se cila nga netët e fundit të Ramazanit, cila nga 10 netët e fundit të muajit Ramazanit ishte ajo natë. Dhe kuptohet që Allahu i lartësuar e la të pacaktuar natën e Kadrit në 10 netët e fundit, pacaktuar në formë të padiskutueshme, në formë të prerë, që besimtarët të përpiqen më fort për të bërë ibadet. Kjo është urtësia.
Por profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: "Innaha fil ashri fil witr." Por tha profeti, nata e Kadrit është në 10 netët e fundit të Ramazanit, në netët tek të 10 netëve të fundit të muajit bekuar të Ramazanit. Atëherë sipas këtij hadithi, por dhe disa haditheve të tjera, nata e Kadrit është njëra nga 10 netët e fundit të muajit bekuar të Ramazanit. Prandaj dhe këto janë netët më të mira të vitit, pasi njëra prej tyre është nata e Kadrit. Dhe ajo është një nga netët tek të 10 netëve të fundit të Ramazanit, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Prandaj dhe profeti ka thënë: "Iltamisu lejlatal qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan." Ka thënë kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të muajit Ramazanit. Sipas një hadithi tjetër ka thënë kërkojeni natën e Kadrit në netët tek të 10 netëve të fundit të Ramazanit. Kërkojeni natën e Kadrit, domethënë përpiquni me ibadet, me vepra të mira, në këto net që t'ia qëlloni natës së Kadrit. Por nata e Kadrit me mundësinë më të madhe, siç kuptohet nga hadithe të tjera, është nata e 27. Mundësia më e madhe është që ajo të jetë nata e 27. Dhe në të shumtat e rasteve, në shumicën e viteve, ajo është nata e 27. Por ka mundësi që të jetë dhe një nga netët tjera tek, si nata 21, ose nata 23, ose nata 25, ose nata 29. Ka dhe një mundësi fare të vogël që nata e Kadrit të jetë dhe një nga netët çift, si nata 22, 24, 26, 28 ose 30. Pastaj po ta llogarisësh muajin e Ramazanit netët nga fundi, i bie që këto që sipas kësaj janë çifte, ashtu të dalin net teke. Dhe kjo kuptohet edhe nga disa hadithe. Pra gjithsesi, kush dëshiron që të arrijë natën e Kadrit me siguri, duhet përpiqet në 10 netët e fundit të muajit Ramazanit. Por mundësia më e madhe është netët tek. Dhe nga netët tek, mundësia më e madhe është nata e 27. Në vazhdim të hadithit që e përmenda, që në fillim të hadithin e Ebu Said al-Khudrit radhiyallahu anhu, profeti në fjalën që ka mbajtur në mëngjesin e ditës 20, ka përmendur se ka parë në ëndër që do binte në sejdë në baltë dhe në ujë. Pra, në sabahun e natës së Kadrit do binte sejdë në baltë dhe në ujë. Qala ar-rawi Abu Sa'id: وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدا من النخل. Thot, xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam e kishte çatin me dega palme. Kështu që uji i shiut depërtonte në çatin e xhamisë profetit, për shkak se kishte një ndërtim shumë të thjeshtë. Çatia ishte me dega palme dhe dheu ishte dysheme, dyshemeja ishte prej dheu. Qala wa ma fi as-sama'i shay'un. Në qiell nuk ishte asnjë re. Qielli ishte i kthjellët. Qala faja'at qaz'atun. Por thot erdhi një re. Kuptohet u vret qielli, qala fa mutirna, dhe ra shi këtë natë. Në natën 21 kuptohet. Qala fa wukifa saqfu masjid Rasulillah, dhe depërtoi uji në çatin e xhamisë profetit për shkak se ishte bërë me dega palme. Qala fara'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala at-tin wal ma'. Qala fara'aytu athara at-tin wal ma' ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqa ru'yahu wa dhalika sabihata 21 min Ramadan. Thot dhe pash profetin kur në namazin e sabahut, na priu në profetin në namazin e sabahut, dhe pash kur ra në sejdë në balë dhe në ujë. Për shkak se kishte rënë shi këtë natë, dyshemeja e xhamisë profetit që ishte dhe ishte bë baltë dhe ujë. Dhe profeti ra në sejdë në baltë dhe në ujë.
dhe pashtu dhe bartu dhe ujin, gjurmët e bartës dhe të ujit në ballin dhe hundën e profetit sallallahu alaihi wasallam, krejtësisht në përputhje me ëndrrën që kishte parë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe që na kishte treguar 24 orë më përpara. Kjo kush ka qenë? Ka qenë nata 21. Atëherë, në ky hadith mësojmë disa çështje. Spari, përpjekja e madhe që ka bërë profeti dhe shokët e tij në kërkim të natës 4. Ai sa kanë hyrë në etikaf, nuk e dinë se ishte fillimisht nuk kanë ditur që është në 10 netët e fundit të Ramazanit. Prandaj kanë hyrë fillimisht në etikaf në 10 netët e para. Pastaj kanë hyrë në 10 netët e dyta. Pastaj e mësoi, ja tregoi Xhibrili se nata e 4 është në 10 netët e fundit të Ramazanit. Dhe profeti është përpjekur pra fort bashkë me shokët e tij për të kërkuar natën e 4. Është mëshirë nga Allahu i lartësuar për ummetin islam që natën e 4 na ka caktuar në 10 netët e fundit të Ramazanit. Ne të mundemi të përpiqemi fort me ibadet, me vepra të mira në këto net që t'ia qellojmë natës 4. Se po të ishte gjithë vitin, do e kishim më të vështirë që t'ia qellojmë natës 4. Po të ishte gjithë Ramazanin, përsëri do të ishte diçka më e vështirë. E kështu është më e lehtë për ne. Bëjmë ibadet në këto 10 net bekuara dhe shpresojmë që të arrijmë në njërin prej tyre natën e 4. Ëndrat e profetëve janë hak, dhe kjo ëndër që ka pa profeti sallallahu alaihi wasallam ka rezultuar e saktë. Në hadithi mësohet se nata e 4 është në 10 netët e fundit dhe është njëra nga netët tek të 10 netëve të fundit të Ramazanit. Nata e 4 ka shenja të ndryshme dhe një nga shenjat e natës 4 është që të jetë me shi, por nuk është e thënë që gjithmonë të jetë e tillë. Gjithashtu, kjo tregon dhe qëllimin pse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në etikaf. I dërguari Allahut ka hyrë në etikaf për të kërkuar natën e 4. Prandaj është prej sunetit që me hyrë në etikaf në këto 10 net. Siç kuptohet nga ky hadith, po ka dhe hadithe të tjera. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tregon kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil masjid kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir kana Rasulullah ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan fil masjid. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hynte në etikaf në xhami në 10 netët e fundit të Ramazanit, kështu ka treguar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Aisha radhiyallahu anha ka treguar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndronte në etikaf në 10 netët e fundit të Ramazanit. Pastaj thot kanë qëndruar në etikaf gratë e profetit pas vdekjes profetit. Pra profeti disa vite derisa ka ndruar jetë ka qëndruar në etikaf në 10 netët e fundit të Ramazanit. Pastaj kanë qëndruar, kanë hyrë në etikaf në këto 10 net edhe gratë e profetit pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Që një nga sunetet është që me hy në etikaf në 10 netët e fundit të Ramazanit. Dhe urtësia, qëllimi është kërkimi i natës së 4. Gjatë etikafit, besimtari veçohet me Allahun, bën ibadet. Prandaj kush hyn në etikaf, le të shfrytëzojë këto net me ibadet, me vepra të mira, mos merret me muhabetet kota, me biseda dynjoje, përveç se pak lejohet me bë pak biseda dynjoje të lejushme, por përgjithsisht kush hyn në etikaf, le të merret me ibadet, merret me namaz, me këndimin e Kuranit, me dhikr, me lutje, e të tjera ibadete që mund bëhen në këto net. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përpiqej fort të bënte ibadet në 10 netët e fundit të Ramazanit. Prandaj ka treguar nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-'ashr ahya layla shadda bi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqaza ahlihi. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur hyrin në 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam largohej nga gratë. Kjo nuk kupton domethënë largimin nga kontakti intim. Po gjithashtu nuk kupton edhe shtrëngohej ibadetit, i përvisej ibadetit sallallahu alaihi wasallam. Këto dy kuptimet janë të sakta.
Pra e para, largohej nga gratë dhe i përvishej ibadetit. Shtrëngonte rripin për të bërë ibadet. Kjo është e para. E dyta, e kalonte gjithë natën duke bërë ibadet. Profeti e kalonte gjithë natën duke bërë ibadet. Por kjo nuk do të thotë që gjithë natën falte namaz. Gjithë natën e kalonte zgjuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Por bënte ibadete të ndryshme. Namaz natë, dhikr, këndim Kurani, etj. Por amo këto net profeti sallallahu alaihi wasallam i ka kaluar zgjuar. Prandaj është e pëlqyeshme, është prej sunetit që me i kaluar zgjuar këto 10 net e fundit të Ramazanit. Kush e ka mundësinë, e kush nuk e ka mundësinë, suneti është që të kaloj sa më shumë zgjuar në këto net duke bërë ibadet Allahut subhanahu wa taala. Po këtu lind një pyetje. Nëse është prej sunetit që me i kaluar zgjuar këto net, ose me flet gjumë në këto 10 net e fundit të Ramazanit, atëherë si shpjegohet një hadith në cilin përmendet se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kaluar zgjuar në një natë, nga fillimi deri në fund duke bërë ibadet. Themi hadithi flet përgjithsisht, por bëjmë përjashtim këto 10 net, si netët më të mira, njëra prej cilave është nata e Kadrit, pra këto net profeti ka kaluar zgjuar, nuk ka shpjeguar dietarët. Pra netët e tjera, Ramazanit dhe të vitit, profeti nuk e kalon të gjithë natën zgjuar duke bërë ibadet. Po, linte gjumë dhe çohej të bënte ibadet. Falte namaz, e të bënte ibadet. Përveç këtyre 10 netëve, këto 10 net profeti sallallahu alaihi wasallam i ka kaluar me ibadet. E përmenda pak më përpara që kjo nuk do të thotë se profeti falte vetëm namaz, por falte namaz natë, gjithashtu bënte dhe ibadete të tjera. Kështu që gjatë këtyre netëve, kush do t'i kalojë zgjuar, suneti është që të bëjë ibadete ndryshme. Një pjesë të kohës në një pjesë të kohës fal namaz natë, në një pjesë të kohës këndon Kur'an, bën dhikr, bën lutje, mund të bëj edhe ndonjë ibadet tjetër. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e zgjonte dhe familjen në këto net bekuar, wa ayqadha ahlah. Thuhet në fundin e hadithit, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e zgjonte familjen e tij që të merreshin me ibadet. Atëherë është e pëlqyeshme që me zgjuar dhe familjen, për familjari të zgjojë dhe familjen, bashortën dhe fëmijët e tij që janë në moshë madhore, apo që i dallojnë gjërat, që të merren me ibadet në këto net të bekuar. Dhe familja duhet që t'i përgjigjet kryefamiljarit kur ai i zgjon që të falen namaz natën në këto net bekuar, që të bëjnë ibadet, të këndojnë Kur'an, të bëjnë dhikr, të bëjnë lutje në këto net bekuara, pra familja duhet t'i përgjigjet urdhrit e kryefamiljarit për të zgjuar dhe për të bërë ibadet në këto net. Padyshim që zgjimi i familjes që të bëjnë ibadet në këto net është edhe një formë për edukimin e tyre, që t'i edukojmë me ibadet, t'i edukojmë që të adhurojnë Allahun, të falin namaz, të këndojnë Kur'an, të bëjnë dhikr, të bëjnë lutje, si bashortën edhe fëmijët. Prindërit duhet kujdesen për fëmijët në këto net, se një pjesë e prindërve përpiqen që të bëjnë ibadet në 10 netët e fundit të Ramazanit, mund shkojnë edhe në xhami, por i lënë pas dore fëmijët, mund t'i lënë fëmijët në televizor, ose në celular, ose në rrugë, edhe në vend që fëmijët të përmirësohen në këto net bekuara, mundet që të dobësohen në fe, mundet që të prishen, mund të shoqërohen me shokë të këqij, mund të shohin haram, mund të bëjnë haram edhe punë të këqija. Pra duhet bëjmë kujdes ose lanë detyrën e edukimit të fëmijëve, edukimin e fëmijëve dhe kujdesin për fëmijët e kemi detyrë, ndërsa përpjekja me ibadete nafile në këto 10 net bekuara është nafile. Ndaj nuk duhet që duke kryer ibadete nafile të lëmë pas dore detyrën që është kujdesi për fëmijët dhe edukimi të tyre, nëse mundemi t'i bëjmë të dyja.
edhe të kujdesni për fëmijët, po edhe të bëjmë ibadet nafile në këto net bekuara, kështu të veprojmë. E nëse nuk mundemi të bëjmë të dyja, atëherë përparësi ka edukimi i fëmijëve dhe kujdesi për fëmijët, në mënyrë që fëmijët mos na dalin nga kontrolli në këto 10 net të bekuara. Shkurtimisht po përmend disa nga ibadetet që ne mund t'i bëjmë në këto 10 net të bekuara. Para, kujdesi për namazin e teravive. I këshilloj besimtarët që të falin namazin e teravive me xhamatin në xhami pas namazit të yatsis derisa imami të jap selam. Sepse kush vepron kështu, sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam, do ta marrë se vapin sikur është falur gjithë natën. Të fal me imamin dhe namazin e vitrit dhe të jap selam bashkë me imamin në namazin e vitrit. Kjo është e para. E dyta, nëse ka fal vitrin në namazet e taravive dhe vitrin me imamin pas namazit të yatsis, i lejohet që të çohet dhe të fal namaz nate. I lejohet që të fal namaz nate, mund të fal 2, 4, 6 apo edhe më tepër rekate. Por vitrin nuk do ta fal më, sepse e ka falur një herë dhe nuk falet namazi i vitrit 2 herë. Falja e namazit të taravive me xhamat në xhami është sunet i fortë. Nëse besimtari ka fal namazet e taravive me imamin në xhami, atëherë namazi që do të fal gjatë natës për të është më e mira që ta fal në shtëpi, sepse sunetin e fortë që është namazi i taravive me xhamat e ka kryer. Më e mira që të falet në shtëpi. Por i lejohet që të shkojë dhe të falet me besimtarët që falin namaz natë në xhami. Të shkojë dhe të falet bashkë me ta në xhamiat ku falet namaz natë, nga mesi i natës apo fundi i natës. Megjithëse më e mira është që të u falur në shtëpi, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë faluni në shtëpiat tuaja, sepse namazi më i mirë i robit është në shtëpinë e vet përveç namazit farz. Po bën përjashtim namazit taravive apo edhe ndonjë namaz tjetër që është sunet i fortë falet me xhamatin në xhami. Nëse namazin natës pastaj, më e mira me e fal me vete në shtëpi. Po këtu lindi pyetja. Nëse dikush nuk di të këndoj Kur'an, dhe po të rinë në shtëpi do të fal namazin natës shkurt, ose s'do falet fare. E po të shkojnë në xhami, do falet atje me imamin dhe do fal ai sa falin, gjysmëror apo 1 orë me imamin namaz natë. Në këtë rast themi më e mira për këtë njeri që ta kaloj këtë natë me ibadet apo një pjesë të kësaj nate me ibadet, më e mira për to është që të shkojë dhe të bashkohet xhamatit në xhami. Sepse ky nuk di të këndoj Kur'an dhe s'do merret me ibadet në shtëpinë e tij. Në rast tjetër, nëse dikush vërtet di të këndoj Kur'an, po të rinë në shtëpi nuk ka zell që të bëjë ibadet. E zë gjumi dhe e kalon natën me gjumë. E po të shkojë në xhami, e ka më të lehtë që të bashkohet muslimanëve dhe të bëjë ibadet bashkë me ta atje. Edhe për këtë rast themi më e mira për këtë njerëz se të flen gjumë, në këtë net bekuar është që të shkojnë fal namaz natë me xhamatin në xhami. Pra para u tregojmë kujdes për namazin e natës, për namazin e taravive dhe të falim sa më shumë namaz natë. E dyta, ta mbyllim namazin e natës me istighfar, sidomos para së hyrit. Pasi Allahu i ka lavdruar në Kur'an ata që pas namazit të natës kërkojnë falje Allahut të lartësuar, bëjnë istighfar në fundin e natës. Mundësia që ta falë Allahu i lartësuar është shumë e madhe nëse ne veprojmë kështu. E treta, të këndojmë Kur'an. E katërta, të bëjmë dhikr. E pesta, të përpiqemi të bëjmë lutje sa më shumë në këto net, se janë net bekuara dhe shpresa që Allahu i lartësuar ta pranojë lutjen është shumë e madhe, sidomos në ditën e tek dhe sidomos në natën 27. Pasi shpresa që të pranohet lutja në natën e Kadrit është shumë më e madhe se sa në netët e tjera. Po të japim sadaka në këto net, gjithashtu bëjmë mirë, po të japim sadaka në këto net, gjithashtu sepse muaji i Ramazanit është muaji i bujarisë, dhe përderisa këto janë net bekuar dhe të mira, atëherë dhe shpërbimi i ibadetit ku hyn edhe sadakaja duhet të jetë më i madh. Felus Allahu subhanahu wa ta'ala që na e lehtësoj ibadetin në këto
ne të bekuara, lutë Allahu na mundsoj që ta kalojmë kohën me ibadet. Allahu shpërblet me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Atëherë, me qëse është një pyetje këtu, po jap përgjigje shkurtimisht. Selamu alaikum hoxh, kur falim taravih dhe vitrin në xhami dhe shkojmë prapë me xhami për namaz natë dhe ka jo xhami falet namazin natës dhe vitri. I bashkangjitem dhe të dal pastaj kur të falet vitri apo ta plotsoj me një rekat shtesë që mos të më quhet si vitër. I ke të dyja mundësitë. Ose të falësh namaz me të dhe kur fal imami namazin e vitrit të shkëputesh dhe të mos e falësh më namazin e vitrit me të pasi e ke falur një herë me imamin pas namazit taravive, ose të falësh me imamin namazin e vitrit, por kur jep selam imami të çohesh dhe të falësh edhe një rekat dhe kështu ti plotësosh 2 rekate pra me imamin. Këtu po e mbyllim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.